Rruga jon drejt Brukselit ngjan me një maraton. Këtë e deklaroi presidentja Gordana Siljanovska-Davkova gjatë një ligjërate në Universitetin Columbia në New York, si pjesë e forumit të liderëve botëror. Sipas kreut të shtetit, kjo një maraton që ndonjëherë na bën të pyesim veten apo presim Godonë. Tani procesi i zgjerimit është përsëri në agjendën e BE-s, por jo për një union më të madh, por për stabilitet dhe siguri. Kjo është një shans i mirë për ne të jemi në agjendë dhe të shfrytëzojmë momentin. Megjithatë, gjatë 30 viteve të fundit jemi përpjekur disa herë dhe rezultati është 36 ndryshime në kushtetutën tonë. Ajo theksoi se integrimi evropian i Ballkanit Perëndimor ka qenë një proces i gjatë dhe shpesh i shtyr pafund. Siljanovska deklaroi se BE-ja duhet ta rishqyrtojë qëndrimin e saj. Sipas saj, më parë BE-ja ishte sinonim i demokracisë dhe sundimit të ligjit, por sot po përballet me krizë leadershipi. Marrëdhënia midis vendeve anëtare dhe vendeve kandidate si ne është shpesh e gabuar. Është thjesht një marrëdhënie, dëgjo dhe vepro, theksoi presidentja Siljanovska.